Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, mos harroni se dy lloj të gjunaheve e marrin dënimin në jetën e kësaj bote. Keni kujdes mos i harroni. Gjunahi I parë që e bën besimtari musliman në jetën e kësaj bote dhe duke qenë gjallë, do t'i vuan pasojat, do të ketë vujtje, do të ketë robri të shpirtit, do të ketë dhimbje të zemrës, do të ketë halle, do të ketë brenga, do të ketë shqetësime, është keqbërja ndaj prindve. Ai që I bën keq prindve, ma në men një çunat e ri, ma në men, kush I ka prind gjallë I lumja I për veti, kush I ka prind gjallë I lumja I për veti, se e ka një derë për I dyre xhenetit hapur. E me bo me usil kesh ndaj tyne, mos rre I qetë dhe me thonë, ajtë se ma falë Zotë e pendona. Këtu ki me shiju vujtjen, këtu ki me shiju robrimin e shpirtit edhe të zemrës. Këtu ki me u burgos, janë burg shtetit, po burgu I zemrës edhe shpirtit, se këj shtetit është I letë. Shtina atje hane pene, rrene, ako po do është knaqesh nashta, dikush knaqet atje. Ama këj burgu këtu, kjo errësira me ta kaplu zemrën dhe shpirtin është herant, se nuk shian as një sen. A pe shifni si popull, krejt po thojnë, me hongër pem s'pe kanë shien, me hongër perime s'pe kanë shien, me hongër mbelcila s'pe kanë shien. As po nalin a herë me mendua që mos është për gjunave s'pe shioj miq. Se na krejt po thojmë, janë artificiale, se për para për qilit pa të nëzbritën mbelcinat, edhe ushqimet, edhe për para për qituit I kena marrë. Ndoshta qka prej gjunaheve na ka hupe edhe shia. S'pe përjetojmë hiq. Edhe gjunahi I dytë, që e merë dënimin këtë botë, e s'ta merë Zoti shpirtin, pa vujt këto, është zinaja, prostitucioni, imoraliteti, fatkeqësisht po them I përhapën në çdo cep të Kosovës së vogël. Keni kujdes o vllazni. Nëse e mbjell dikun për katito, për vujtje të një pasnjëshme, nëse merresh me zina, ose rrugët që çojnë zina, dije se je hi në ujra të turbullta, herët avon ki me u zhyt, se je hi jo në lum, jo në qan, jo në liqen, po je hi në deti në qan je hi. Me anje me hi në proqanë është kogja rëzik e lemo me hi vetë. Andaj këto dy gjunahe, pasojat dhe dënimet I shijojnë njëtën e kësaj bote. Tjerat, ka mundësi Allahu t'i falë, ka mundësi ta mundësa me u pendua e kështë me radhë. Andaj e lësë Allahun Teala që të na falë e të na udhëzën, dhe nga çdo gjuna, I vogël apo I madh, Allahu na ruajt edhe inshallah na largon.